Kur shohim miqësinë e Gjonatanit, përballemi me këtë të vërtetë që po ne smundemi. Nuk mundemi të jemi si Gjonatani. E kemi të pamundur. Në mënyra do më çfarë bëri Gjonathani kemi të pamundur. Do më të shohë një person që do t'ja marrë fronin, edhe të vejë dhe të bërë mik, po kush e ka bërë nga ne? Po kush e ka bërë këtë që ishte besnik me Davidin edhe besnik me Diatin? Po kush e ka bërë atë që ishte aq shumë i prekshëm sa ja dha? Ku kemi një histori të dytë në lidhje me këtë? Kështu që kur e lexojmë Gjonatanin, përballemi me këtë. Që dakord, që ka histori shumë mirë, parimet i pas ka shumë të mira. Po çfarë të bëj? Tani në qoftë se miqësia e Gjonatanit edhe Davidit ishte jetën ndryshuese, sa më shumë duhet të jetë miqësia jonë me Jezusin, jetë ndryshuese. Tani ku e marrëm fuqinë? Jam në pika e fundit edhe në paragrafi i fundit. Do ku e marrëm fuqinë ne për të qenë më mirë se sa Gjonatani, miq të perëndishëm me njerëz të tjerë. Ku e gjejmë këtë fuqi? Tani tek Gjoni 15, vargu 12 edhe 17 thotë shumë. Ky është urdhërimi im, ta doni njëri tjetrin, ashtu si unë ju kam dashur juve. Askush ka dashuri më të madhe nga kjo, të jap jetën e vet për miqtë e tij. Ju jeni miqtë e mi, nëse bëni gjëra që unë ju urdhëroj. Unë nuk ju quajta më shërbëtorë, sepse shërbëtori nuk e di ç'bën i Zoti, por ju kam quajtur miq, sepse ju bëra të njëjtat gjëra që kam dëgjuar nga Ati im. Nuk më keni zgjedhur ju mua, por unë ju kam zgjedhur juve, dhe ju caktova të shkoni edhe të jepni fryt, dhe fryti juaj të jetë i qëndrueshëm, që çdo gjë që kërkoni Atit në emrin tim, ai do t'ju japë. Këtë urdhrova, ta doni njëri tjetrin. Ku e gjejmë fuqinë për të bërë miq të perëndishëm? Tek Jezusi. Për shkak se Jezusi thotë që unë ju quajta miq. Edhe jo vetëm ju quajta miq, po ju dash edhe një shembull se si duhet ta jetoni jetën tuaj. Thotë, ky është urdhërimi, ta doni njëri tjetrin, po siç unë ju kam dashur ju. Edhe në fakt Jezusi na tregon këtë, që Jezusi për shkak të dashurisë që kishte për ne, u proi, nuk qëndroi në front. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, sakrifikohej. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, e dha jetën e tij për të bërë prekshëm njerëzit u tallën, njerëzit e goditën, njerëzit e përgjigjur. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, shkoi në kryq, edhe mori dënimin tonë. Për shkak të dashurisë që kishte për ne, vdiq edhe u ringjall. Që kur u ringjall, edhe kur ne të besojmë, kur ne të bëhemi miq të mirë me Jezusin, edhe di si bëhemi miq të mirë me Jezusin, duke u dorëzuar, duke vajtur tek Jezusi, edhe duke u dorëzuar, duke qenë transparent, duke i thënë Jezus më fal për gabimet, duke u dorëzuar, duke thënë Jezus merre jetën time, nuk më përket në mua, po të përket ty. Edhe gjithashtu duke qenë besnik për shkak se ai është besnik, jo se ne jemi, po duke thënë që Zot, unë dua ta ndërtoj jetën time në ty, jo në vetën time. Dua të dua ty, dua të dua të tjerin, për shkak se ti më do mua. Edhe është e mundur që jeta jonë të ndryshojë kur i dorëzohemi, besojmë, ndjekim Jezusin, por gjithashtu të bëhemi kanale jetë ndryshues për shkak të fuqisë të Perëndisë që ai na thotë që ka tek ne kur ne besojmë te. Le të shkojmë edhe le të bëhemi miq të mirë me Jezusin, si rezultat të bëhemi miq të mirë për të tjerët. Zot, të falenderojmë që ti je miku më i mirë, edhe që ti o për ti e ke treguar me jetën tënde, dashurinë, sakrificën, kërulljen që ti ke o për ti. Lutem Zot që sot, ndërsa jemi kujtuar,
që është e mundur të jemi mik me ty nëpërmjet besimit, dorëzimit edhe nëpërmjet ndjekjes. Të lutem o Zot, na ndihmo që të jemi miq të mirë me njerëzit e tjerë, për të dashur, respektuar, sakrifikuar, për të falur